Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh. Do të jemi përsëri sot së bashku për të diskutuar një temë rreth aktualitetit. Ballkani midis lirisë dhe rrezikut të sllavizimit. Kjo do të jetë tema e sotme dhe për të zhvilluar këtë temë sot kemi ftuar në studio gjuhëtarin zotin Albert Nikolla. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në studio zoti Albert. Mirë mbrëma dhe mirë se ju gjetëm. Kënaqësi të komunikoj me teleshikuesit tuaj. Faleminderit. Sot do të diskutojmë për një temë për aktualitetin, po dhe ngjarjet që na kanë sjellë deri këtu. Duke qenë se zhvillimet politike në mbar botën janë të tilla që po shikojmë shumë pole të lëvizin dhe të fuqizohen apo të bëjnë lëvizje ushtarake apo gjëra të çuditshme që nuk na i priste mendja më përpara. Duam të fokusohemi më shumë tek Ballkani jon dhe se si mund të jetë një zhvillim normal apo një mbrojtje e Ballkanit, e popullsisë Ballkanit në të gjitha këto rryma dhe zhvillime të ndryshme. Për shembull, shikojmë që Amerika nga ana e saj shikon interesat e saj duke bërë ato lëvizjet në Venezuelë apo në Groenland apo në vende të tjera. Ne nuk jemi kundër tyre, sigurisht sepse shqiptarët janë një nga popujt më amerikan dashës, por në fund të fundit duhet të shikojmë se çfarë ndodh nga ana tjetër e planetit. Pra në Evropë, Rusia gjithsesi kërkon dhe ajo të bëjë ekspansionin e saj, ndërkohë në ana tjetër dhe Kina gjithashtu nuk do ri rehat. Por çfarë ndodh me Ballkanin? Cili është rreziku që has Ballkani në këtë lloj zhurme, do thot dikush. Por ja që slavët ose serbët përmes dëshirës për të slavizuar Ballkanin do të jenë një faktor i cili do të mësyj për të bërë gjithë Ballkanin slav. Por kjo është një gjë që jo vetëm që nuk ka bazë as etnike dhe as kulturore apo historike, por është një gjë edhe rrezikshme për gjithë popujt që jetojnë në Ballkan. Por cili mund të jetë shpëtimi nga ky rrezik i mundshëm, si do të mundet Ballkani të përballojë këtë lloj sulmi nga slavizmi, i mbështetur dhe prej Rusisë ndoshta. Dim që Ballkani përbëhet nga disa shtete kyç, siç është Shqipëria bashkë me Kosovën, Kroacia, Greqia, Serbia, Malizi, Maqedonia, por edhe Bullgaria me Rumaninë janë pjesë të Ballkanit. Gjithsesi edhe Turqia ka një pjesë në Ballkan dhe pse në Mikroazi, por është një pjesë e cila e fut dhe Turqinë brenda Ballkanit. Por ç'i lidh këto, do thoni juve, me njëra tjetrën? Po ja, nëse marrim një për fakt ose për argument, nëse marrim ato luftrat që kanë midis tyre ose diskutimet, nëse mund t'i quajmë kështu, sepse ende nuk është bërë një luftë e madhe së fundmi, por çdo gjë nuk mund të përjashtohet nga skemat e ardhshme. Turqia me Greqinë nuk janë në favore shumë të mira dhe sigurisht që kanë fërkime me njëra tjetrën. Gjithashtu edhe Serbia ka fërkime me të gjitha shtetet përreth, pa përjashtuar Kroacinë, Shqipërinë, Kosovën, por edhe ndoshta edhe më tej me Maqedoninë e me Bullgarinë. Kështu që janë disa faktorë rjesht që na çojnë të bëjmë një analizë se cili është faktori që mund të bashkoj Ballkanin. Dhe duke qenë se ne do t'i bëjmë dhe një analizë së bashku me Bertin, pse kjo që do themi tani qëndron, le të themi që faktori i vetëm që mundet të shpëtoj popullatën apo Ballkanin është faktori shqiptar, si një nga faktorët me baza historike, me baza etnike dhe me baza shumë të vjetra, shumë të lashta, e cili ka themele shumë të forta në Ballkan. Dhe si mund të bëhet kjo gjë, do thot dikush. Por ja, Greqia sigurisht që nuk ka shanse të mbjetojë nëse Turqia e sulmon, kështu që e vetmja gjë është që Greqia, Shqipëria të jenë bashkë me Kroacinë dhe me faktorë të tjerë, me Kosovën sigurisht, në një front të vetëm për të mbrojtur pra vërshimet slave. Në këtë formë lind edhe një problem tjetër, si do të qëndroj Turqia, nëse Greqia
bëhet me Shqipërinë në mënyrë korekte, themi, dhe mënyra korekte është që edhe Greqia do të bëjë hapat e saj, duke njohur faktorin shqiptar brenda Greqisë, i cili është faktori vetëm i cili mund të bëjë këtë bashkim, se pa njohur këtë faktor, Greqia në një farë mënyrë nëse sulmohet është prapë mbaruar, dhe e vetmja gjë që të bëj për të shpëtuar në ky zhvillim është që të bëhet pikërisht ky hark mbrojtës pra midis Kroacisë, Kosovës, Shqipërisë dhe Greqisë, si të jenë të tëra në një front, dhe sigurisht që popullsia do të jetë e bashkuar. Në këtë kontekst edhe Turqia nuk do ketë më shumë mundësira për të sulmuar një shtet që deri tani e ka quajtur armik apo konkurrent apo sido që e ka quajtur, por do të jetë edhe me rezervuar, plus që edhe faktori shqiptar në Turqi nuk është i pakët, dhe kur këto gjëra bëhen bashkë, sigurisht që edhe faktori shqiptar do të ndikojë, faktori shqiptar në Turqi do të ndikojë për të bërë pjesë e një të tërës për të përballuar pra sulmet slave. Nuk e di, kjo është një ide në fakt, nuk është se është diçka konkrete, është një ide e menduar nga ana jon kështu spontanisht, por ama në njëra anë është një nga mundësitë e vetme që ky Ballkan të shpëtojë dhe të mos jetë pjesë e sklavizimit slav, po e them edhe një herë, e sklavizimit slav, i cili nuk është larg nëse zhvillimet do të jenë ashtu siç priten. Atëherë, Albert, ne do ta fillojmë nga historia midis Greqisë dhe Shqipërisë, ose nga historia e Greqisë, për të faktuar që pse themi që shtylla e popullsisë së Greqisë është po aq shqiptare saq është edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Duhet të them që kohët e fundit në postkase, por edhe në televizione, është promovuar shumë ideja që shqiptarët e Greqisë, ato që quhen arvanitur, janë të zbritur nga Shqipëria. Kjo është një nga idetë themeltare e cila financohet edhe nga qarqet e kishës ortodokse, për të krijuar idenë që shqiptarët nuk janë arvanitasit dhe shqiptarët nuk janë autokton në Greqi. Duhet të sqaroj që nuk ka asnjë lloj dokumenti që vërteton që shqiptarët kanë zbritur në mënyrë masive dhe janë vendosur në Greqi. Ka pas lëvizje popullate, siç mund të ketë lëvizje popullate brenda të njëjtës popullat, pra popullatës shqipfolse, dhe këto grekërit aty janë 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, arvanitët janë shumë të vjetër në Greqi, vërtetohet me gjuhën e Mikenës, vërtetohet me toponimin e Kretës Eliros, ku është gjetur edhe toponimi i shkruar Eliros, vërtetohet me gjuhën e vjetër greke, me ato gjuhën atike, sidomos me ato frazën e famshme të vetë Diogenit apo Skontit son, apo Shkotit sho, që është e njëjtë me shqipen e sotme, gati e njëjtë. Pra në të gjitha dokumentat dhe në të gjitha të dhënat që kemi ne, Greqia ka qenë e banuar nga shqiptar, që do të thotë që nëse shqiptarët e Shqipërisë kanë qenë ilirë dhe etirot, shqiptarët e Greqisë kanë qenë helenë të vjetër. Dhe shqiptarët e Greqisë vinë nga helenë të vjetër dhe gjuha e tyre e vërteton këtë. Por në të kundërt ka dokumenta të ardhjes popullsisë karamanlije në vitin 1821-1830 gjatë revolucionit grek dhe me shkëmbimin e popullatave që është bërë me marrëveshjen e madhe të Lozanës, ku grekët shkëmbyen popullata me turqit, grekët e sotëm flasim. Pra, nuk ka asnjë dokumenti, përkundrazi, ka dokumente që shqiptarët kanë emigruar nga Moreja dhe nga Greqia. Shqiptarët autokton të Greqisë, arvanitët, kanë shtektuar në drejtime të ndryshme të Egjiptit, të Italisë, të Francës, të Korsikës, të Gjermanisë, ka dokumenta pafund. Por dokumenta që shqiptarët të kenë zbritur aty, qoftë edhe dokumenta bizantine, nuk ka që shqiptarët kanë zbritur aty. Pse? Sepse aty perëndori ka qenë iliri i Bizantit, perëndoria bizantine ka qenë një perëndori ilire, edhe grekët vetë pranojnë që Konstantini ka qenë ilir, që Justiniani ka qenë ilir, që dhe dhënat që na jep ne Stefan Bizanti
janë që Perëndoria Bizantine është një perëndori ilire, edhe që nuk ka pasur lëvizje populatash. Tani, sa i takon aspektit, kjo është shumë e rëndësishme të dihet edhe nga vetë grekërit e sotëm për të kuptuar se cili është identiteti tyre. Nuk mund të bazohet identiteti i grekëve të sotëm, nëse ato duhen të quhen grek, pasardhës grekëve të lashtë, në ortodokset Karamanli që kanë ardhur nga Turqia dhe kanë qenë aramen, kanë qenë armen, kanë qenë ortodoks arab, kanë qenë disa komunitete ortodokse ortodoks etiopian që kanë ardhur dhe shpesh herë shumë familje që kanë origjinë në dalin edhe në televizione dhe deklarojnë që ne jemi ardhur nga Ponti, nga Greqia, nga zona pontike e Turqisë, kemi ardhur nga zonat ortodokse të Turqisë, nga Kisha Konia se këto. Tani çështja është nëse e pranojnë as e pranojnë. Mendoj që është shumë e vështirë që grekët e sotëm t'i kthehen atij identitetit tyre të vërtet, që është identiteti Arvanitas. Megjithëse Arvanitasit janë aty të ingarnuar gjithandej në sistemin e pushtetit edhe të Akademisë greke, është shumë e vështirë. Vetë dokumentet tregojnë që aty ka pasur vetëm shqiptar, vetë regjistrat ortodoks tregojnë që ka pasur shqiptar, por ata nuk duan ta pranojnë me idenë, sepse kanë krijuar ide të gabuar rreth shqiptarëve të Shqipërisë, sidomos në momentin që ne jemi ndodhur në vështirësi dhe në varfëri. Tani kthimi në identitet pse është i rëndësishëm? Është i rëndësishëm sepse ata janë të destinuar të zhduken si komb me një identitet fals, sepse gjërat false janë të destinuara të shkatërrohen dhe të bien. Pra, nëse për të qenë një grek i vjetër, një grek i vërtet, pikë së pari duhet pranosh që ti ke gjak Arvanitas, domethënë që ke gjak shqiptar. Pra, e para punës. E dyta punës, në qoftë se ne e shohim me kujdes politikën e Greqisë, kohët e fundit pasi i bëri shqiptarët, si thuash, i detyroi që të futen në kazan, të ktheheshin gjithë në ortodoks, edhe muslimanët, edhe katolikët që u vendosën në Greqi. Tani ka filluar një politik butë me popullatën aty, sepse ka lindur një gjeneratë e cila është rritur në Greqi, edhe që me këtë popullat, që është një popullat, dihet që shqiptarët kanë një, si thonë francezët, një vivacitet, janë shumë vital si popull. Me këtë popullat tani ka mbushur ushtrinë greke, po mbush administratën greke, janë të gjithë fëmijë të shqiptarëve, dhe po mburret para botës me atë grekun e bukur, sepse shqiptarët janë dhe racë e bukur. Edhe mu më ka rastisur disa herë që kam shkuar në Greqi, që ato profesorat që më shoqëronin më thonin sa i bukur ky djali ose kjo vajza, ky grek i vjetër. Dhe unë ju kam thënë, po adresoni pyetjen nëse janë grek vjetër. Dhe kur i kemi pyetur, gjithë kanë dalë me origjinë shqiptare. Pra, nëse Greqia don që të jetë një shtet me një identitet të përcaktuar dhe jo fals, duhet pranoje prejardhjen shqiptare të Greqisë, prejardhjen ilire, duhet thotë që ajo kultura e vjetër greke që ku janë shkruar ato vepra të mëdha nuk është e popullit ilir dhe ne jemi pjesë e këtij populli ilir, dhe pastaj të mendoje për strategjinë e ekzistencës saj. Nga burime amerikane, amerikanët kanë të dhëna shumë të forta, sepse kanë marrë shumë materiale nga arshivat e Vatikanit, nga arshivat e shërbimit sekret serb, kanë arritur të marrin gjithë materialet, kanë marrë nga arkivat greke, nga arkivat turke. Amerikanët e kanë shumë të qartë se cili është identiteti i këtyre popullatave. Këtu flasim për identitetin e vërtet, dhe identiteti i vërtet i tyre është ilir, shqiptar. Dhe ata gjithë bazën e tyre të mbrojtjes, sepse Amerika investon në Shqipëri jo thjesht për të ngritur një Shqipëri, shikon interesat e veta, ka përputhje interesash
mes kombit shqiptar dhe kombit amerikan në këto momente. Plus edhe faktit që amerikanët e dinë shumë mirë që britanikët dhe europianët janë të gjitha krijuar nga ilirët. Edhe ata e dinë që si racë rrjedhin nga raca ilire. Edhe ata e dinë shumë mirë dhe nuk duan ta falsifikojnë historinë, sepse me një histori të falsifikuar nuk shkohet shumë larg. Ju shikoni që ka kaluar 150 vjet nga krijimi i shtetit grek dhe po e shikoni se si historia e Greqisë falso, e asaj Greqisë që ngriti kisha me atë gjuhën që u kanë vënë tani edhe që po mundohen ta mbajnë nëpër shkolla, po shkërmoqet gradualisht dhe mas disa kohësh, kur shkenca të bëhet dhe më e fortë, do shkërmoqet komplet. Atëherë, cila lind, kroatët e kanë kuptuar që, për shembull, që i vetmi popull me të cilët mund të bëjnë aleancë dhe truajnë interesat e tyre dhe truajnë atë shpirtin e tyre ilirik, janë shqiptarët dhe e bën një aleancë me Shqipërinë edhe me Kosovën, pavarësisht se ne jemi shumë të dobët me Kroacinë. Tani një aleancë mes Greqisë, Shqipërisë, Kroacisë, Kosovës, siç e thatë ju, është e mundur, por me disa kondicione. Kondicioni i parë është që shteti grek të njohë gjuhën arvanite dhe të njohë faktin që janë rreth 5-6 milion shqiptar aty shqipfolës dhe t'u lejohet drejta e tyre për të folur. E dyta, pa hequr gjuhën e pakicave të tjera të cilat mund ta flasin greqishtën. Kjo është një. E dyta punës është që të njihet, të hiqet ligji i luftës dhe të bëhet një aleancë e cila do ta forconte shumë aleancën mes Kroacisë, Shqipërisë, Kosovës, nëse bashkohej dhe Greqia, ndoshta dhe Bullgaria, por Bullgaria ka pak shanse. Nëse edhe Maqedonia po t'i afrojë, do e shmangte rrezikun e madh të slavizimit total dhe të vënies nën kontroll nga Rusia. Një fazë tjetër mund të jetë kjo që duke qenë rrethuar nga vendet NATO-s, Amerika ta shuaj atë pjesë të pro-ruse që është në Ballkan, që është Serbia dhe që është shumë e rrezikshme jo vetëm për interesat e NATO-s, është shumë e rrezikshme edhe për interesat europiane. Pra, është një proces i tërë katarsis, spastrimi që duhet ndodh politikën greke, në politikën shqiptare, në politikën kosovare, ndoshta edhe në politikën maqedonse, në mënyrë që të krijohen kushte që të gjithë kjo zonë e territorit të Ballkanit të ngelet një zonë perëndimore dhe një zonë demokratike. Përndryshe mund të ndodh, nuk është e çuditshme, të ndodh që me këto zhvillimet e reja gjeopolitike, me shkatrimin e NATO-s, siç po duket, nëse Donald Trump do të marrë Grönlandën, NATO do pushojë së ekzistuari, përndryshe ne do jemi të rrezikuar. Jo ne shqiptarët jemi mësuar të jetojmë me kriza dhe edhe i përballojmë, se ne ka 50.000 vjet që jetojmë në kriza dhe kemi përballuar perëndori të tëra. Por grekët, maqedonësit dhe të tjerët ka shanse të mëdha që mos ekzistojnë. Dhe në këtë mes edhe Kosova është shumë e rrezikuar, sidomos nga ndikimi i vendeve arabe, sepse ato kanë interes, nëse ne bëhemi slav apo bëhemi arab nga asimilimi, kjo ka pak rëndësi në konceptin që po humbim gjuhën shqipe, nuk jemi më shqiptar. Pra ne duhet të ruajmë, është i njëjti rezultat. Si u morëm nga u bëm popull arab, si u bëm popull slav, është i njëjti rezultat. Ajo që ne duhet të ruajmë lidhjet e forta me Shtetet Bashkuara të Amerikës, duhet të forcojmë lidhjen edhe, megjithëse Anglia ka qenë jo shumë miqësore karshi nesh, por duhet të forcojmë lidhjet me Anglinë dhe me Gjermaninë. Një aleancë e modelit që ju thatë, shumë e vështirë të bëhet, por nëse populli shqiptar do mbijetojë,
ka gjasa që grekët të zhduken nga kjo lëvizje gjeopolitike jo për arsye që nuk meritojnë të ekzistojnë si popull, por për arsyen e thjeshtë sepse një identitet fals është gjithmonë një mburojë shumë e keqe për të mbrojtur ekzistencën. Për të mbrojtur atë shpirtin e një kombi. Dhe janë gjëra që dihen, janë zhdukur shumë popujt krijuar në mënyrë artificiale, janë zhdukur latinët, janë zhdukur popuj në Arabi, janë zhdukur berberët, janë bërë gati popullsia arabe, dhe mos harrojmë që populli berber kolonizonte gjithë veriun e Afrikës, ishte i gjithë veriut të Afrikës, dhe në ndikimin e një perandorie të madhe siç ishte perandoria arabe muslimane, ata sot janë të gjithë arabë. Ne flasim për Afrikën arabe sot, flasim për berber. Kanë ngelur copa të vogla në disa vende si në Algjeri, në Marok, në Tunizi, në Libi, por nuk mund të flasim për kombe berbere, flasim për fize berbere. Në qoftë se ne nuk duhet të përfundojmë si berberët, ne duhet të bëjmë aleanca dhe grekët duhet ta kuptojnë, me sa duket e kanë kuptuar, sepse kanë filluar disa akademik janë shprehur për origjinën e tyre ilire, për lidhjet e forta mes grekëve dhe ilirëve, për faktin që grekët kanë qenë ilirë të jugut, të gjitha ato teza që unë i kam thënë dhe që më kanë sharë pafund, po që tani vetë grekët po fillojnë t'i pranojnë. Dhe është e rëndësishme që ne të mund t'i sqarojmë disa gjëra në aspektin kulturor dhe në aspektin historik, në mënyrë që t'u lihet rrugë krijimit disa aleancave, të cilat do të ishin shpëtimtare për Ballkanin Perëndimor, përfshi dhe Greqinë. Po ja, ka vetëm 100 vjet që përzierja e popullsisë në Greqi ka ndodhur në mënyrë të rrufeshme dhe befasishme, jo se ndonë se të pa ditur, por që të orkestruar shumë mirë, kur prej 1917-ës vërshuan në atë vend shumë popull të Mikroazis, apo të Turqis, apo edhe të Evropës veri lindore. Kështu që duke qenë se edhe kisha greke është një faktor kyç në mbajtjen e status quo-s kundër shqiptarëve, pasi nuk është lejuar asnjë kishë shqiptare, asnjë minoritet shqiptar dhe asnjë tjetër për të mbajtur një homogenitet grek. Atëherë, duke qenë se Greqia do të jetë midis dy zjarresh dhe midis zjarrit nga Turqia, po dhe midis perëndimit nga slavët, nga Serbia, sepse Serbia, duke qenë se i ka të qarta ato planet e saj, edhe pse të kriptuara dhe bën sikur është mike e një shteti, por përsëri hegemonia e saj do të kapi gjithë Ballkanin, duke i lënë popullsitë ballkanase në një terror apo të kapura prej slavizmit, edhe duke i vënë në përdorim të Rusisë. Por çfarë do ndodhi? Si mund ta gjykoj tashi? A është në dorën e popullit grek, apo populli grek është njësoj si në Shqipëri, kur politikat i bëjnë njerëzit e politikës dhe njerëzit e thjesht janë detyruar të vuajnë persekutimet e tyre? Dëgjoj, politikat e mëdha nuk i bëjnë turmat. Politikat e mëdha i bëjnë vizionarët. Ata që shohin në largësi, që shohin në plan afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë. E nuk mendoj që populli grek i sotëm aktual, që është një përzierje mes shqiptarëve, vllejve, atyre karamanlive turk, t'i ke dhe mbiemra turk, të ortodoksëve që shkojnë kish dhe që kanë mbiemra turk, nuk besoj që një popullsi e tillë mund të fitoje një identitet të fortë nëpërmjet kishës. Pse? Sepse edhe vetë feja, fet nuk janë gjë tjetër veç se organizime ideologjike për përfitime të caktuara, duke ndarë Zotin në disa copa. Ndërkohë që Zoti nuk është i ndarë në copa. Nuk është se Zoti është musliman, apo është katolik, apo është ortodoks, Zoti është Zot. Në këtë aspekt, edhe në aspektin mental, kemi fjalë.
në këtë aspekt nuk shoh kisha greke do jetë aq e iluminuar sa të thot tani e bëm këtë gabimin dhe o burra tani hajdeni të hapim shkollat arvanite, të japim të drejtën popullit arvanitas, apo nuk mendoj. Nëse në Greqi do ketë politikan dhe akademik të ndritur, nivelit lartë që ta kupton një gjë të tillë, atëherë kjo do të ishte diçka tjetër. Edhe mund ndodhi iluminimi, për shembull, mund të ndodhi një fazë e parë që të lejohet gjuha arvanite, të thotë që arvanitët kanë qenë baza themeli i krijimit të Greqisë, edhe janë pasardhësit e grekëve të vjetër, dhe duke u bazuar në identitetin arvanitas, ata të mund të kenë të drejtë aksesi në Greqishten e vjetër, edhe të kenë drejt aksesi edhe në perëndorinë bizantine, që ka qenë një perëndori ilire. Dhe këtu mund të nisi identiteti i tyre, atëherë ata mund të kërkojnë edhe një, si thoni ju, një aleancë ose një konfederat me Shqipërinë, me Kroacinë, dhe në këtë mënyrë të në rast se do ketë zhvillime politike, rënje të NATO-s apo edhe rënje të komunitetit evropian, sepse edhe komuniteti evropian është në një krizë të madhe dhe tani kanë hyrë edhe në konflikt Franca me Anglinë për prodhimin e armëve, për kontrollin, kush do jetë populli që do kontrollojë Bashkimin Evropian. Për shembull, Franca nuk e ka pëlqyer shumë faktin që Gjermania po armatoset në një mënyrë të jashtëzakonshme. Po bëhet superfuqi e jashtëzakonshme, konvencionale, shumë më fortë se sa Rusia, dhe do mjaftonte që një ditë bukur me diell Gjermania thoshte unë largohem nga traktati i armëve bërthamore dhe krijon armën e vet bërthamore, sepse e ka gjithë teknologjinë e nevojshme, ka centrale bërthamore, ka teknologjinë dhe ato, dhe merr fund edhe Bashkimi Evropian. Pra ne duhet të jemi koshient që në një të ardhme të travluar të komunitetit evropian, që e Bashkuarat Amerikës edhe të Rusisë e Kinës, ne si Ballkan Perëndimor nuk jemi dhe aq gati. Atëre, duke qenë se kemi dhe një tjetër fakt, Albert, Greqia ka bërë një aleancë me Qipron, me Izraelin. Çfarë do të thotë kjo? A funksionon kjo aleancë mes këtyre? Në fundit, cila është fuqia e Qipros? Se Qipro nuk shqyhet për një fuqi, por edhe Izraeli është shumë larg Greqisë në një farë mënyre. Dhe si e komentoni ju këtë fakt? Po, mendoj që një aleancë mes Greqisë, Qipros dhe Izraelit e ka vënë në një konflikt hapur me Turqinë, por në një konflikt akoma shumë më të keq me botën arabe, që si strategji politike është një strategji e zgjidhjes momentale, por nuk mund të jetë një strategji afatgjatë. Pse nuk mund të jetë afatgjatë? Është e vërtetë që Izraeli ka një kontroll të mirë të një pjesë të Kongresit Amerikan dhe të disa lobeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nga ana tjetër ka dhe gjithashtu një industri të fortë të prodhimit të armëve, por nga ana tjetër Izraeli sapo ka bërë marrëveshje ushtarake edhe me Shqipërinë për furnizim me armë. Pra, Izraeli mund të jetë një faktor i rëndësishëm, por për Greqinë nuk është shumë interesant. Greqisë i intereson nga ana strategjike aleanca me Shqipërinë, me Kosovën, me Maqedoninë dhe me Kroacinë. Nëse bëhet kjo aleancë, Greqia, sepse këto janë vendet njëjtin rajon, Greqia mund të ketë një mbështetje të fortë edhe kundra Turqisë edhe kundra botës arabe, nëse do ketë konflikt. Nëse nga ana strategjike kjo aleancë është bërë kryesisht në terma ekonomike për shfrytëzimin e naftës në detin Mesdhe, por në një luftë aleancat ekonomike furnizojnë pjesërisht shtetet me para, por
kush do I lejoje puset ato platformat e naftës në mesdhe në I rast lufte. Pra, kjo aleancë që bazohet kryesisht në interesa ekonomike, rrëzohet më njëherë, ngelet vetëm aleanca strategjike. Në aleancën strategjike të në vende shumë të larta dhe se cila mund të jetë ndihma që mund të japi Izraeli Greqisë apo Greqia Izraelit në këtë rast, kjo pritet shihet nga ana njerëzore, nga ana e teknologjisë dhe nga ana logjistike, nuk është se ndryshon në balancë të madhe në mesdhe. Ndërkohë që Turqia ka një popullsi dhe një sasi mjetësh teknologjike që mund të përballojë gjërat edhe vetëm pa ndihmën e ndonjë aleance, megjithëse edhe Turqia është bërë gati të nënshkruajë një aleancë me Arabinë Saudite dhe me Pakistanin, gjë që krijon e rrit shumë më tepër rrezikun për Greqinë. Nga kjo aleancë është vend pikpyetje ekzistencën e Greqisë. Por do të shohim se cilat do jenë lëvizjet në Europë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Rusi. Duhet kemi parasysh që edhe gjithë kjo luftë që po bëhet mes Rusisë dhe Ukrainës mund të përfundojë me dezintegrimin e Rusisë, sepse ne kemi parë çdo herë që Rusia ka bërë luftë, ka përfunduar me dezintegrim të pjesëve të territorit të saj. Për shembull, kur ka bërë luftë me Afganistanin dhe kur u futi trupat në Afganistan, rezultoi me dezintegrim. Pse? Sepse më vonë në vitet 90 pam që u shkëputën Ukraina, u shkëputën republikat e ndryshme të Kaukazit, u shkëputën vendet e lindjes që ishin pjesë Estoni, Letoni e sa. Unë them që pas gjithë kësaj lufte të madhe që po bëhet, në fakt rreth vitit 2030-2035 do rezultojë me një dezintegrim të Rusisë. Por problemi më I madh nuk është dezintegrimi I Rusisë. Problemi më I madh është se përgjatë dezintegrimit të Rusisë, Kina do marrë territore nga Rusia. Do marrë territore ku ka popull kinez që flasin aty, mund kërkojë të marrë territoret mongole, mund kërkojë të marrë territore nga Kamchatka. Pra, ajo lufta që po bëhet aty me Ukrainën është në fakt një luftë vllavrase me slavëve, por që do t'i kushtojë shumë shtrenjtë Rusisë në plane afatgjata. Sa I takon Europës, Europa me gjithë vendimet për të instaluar forca në kufi me Rusinë, nuk ka asnjë lloj interesi të dezintegrimit të Rusisë. Pse? Sepse nuk është e gatshme të pres një fluks prej 50 milion turistash, refugjatash, e kam fjalën, jo turistash, nuk është e gatshme të pres 50, 70 apo 1 milion rus, të cilët do të vinin në Europë dhe do përmbysnin balancat. Ekonomikisht është shumë e vështirë të përballohet. E dyta punës, nuk është e gatshme të shoh territore të mëdha të Rusisë nën thundërën të bien në ndikimin e Pekinit apo të merren nga Pekini. Dhe e fundit nuk është e gatshme të krijojë një konflikt I cili më vonë mund t'i kushtojë shumë shtrenjtë edhe vetë Europës, sepse mund të krijojë kontradikta të mëdha brenda Unionit Evropian dhe Europa është e gatshme vetëm për një gjë, që të ka interes, domethënë është e gatshme të pranojë vetëm që të mbyllet sa më shpejt lufta në Ukrainë, që territori I Ukrainës të bëhet pjesë e komunitetit evropian dhe të stabilizohen kufit me Rusinë, edhe në fund që të zhvillojë marrëdhënie tregtare me Rusinë, sepse Rusia pa Europën është një shtet I vdekur ekonomikisht, për arsye se është një treg I madh prej 450-500 milionësh, po shkon tani nëse futet te Ukraina, I cili është interes shumë të madh si për Rusinë si për Kinën. Tani Kina me atë që po bën, duke stimuluar, duke I dhënë armë Rusisë, po e nxit konfliktin dhe më keq dhe po e çon në konflikt thellë
Rusinë me shtetet europiane. Amerika, duke parë situatën, kërkon që të marrë një territor shumë të madh që është Grönlanda, që për mua do të ishte vetvrasje për Shtetet e Bashkuara të Amerikës të merrnin një territor europian, për arsye sepse kompanitë amerikane i kanë gjitha drejtat e tyre për shfrytëzimin e mineraleve dhe të resurseve të Grönlandës. Pra, nuk e di pse duhet të merret ushtarakisht, kur mund të fare mirë mund të bëhet një marrëveshje ekonomike mes Europës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kompanitë amerikane të kenë mundësi të shfrytëzojnë mineralet edhe resurset e Grönlandës, por gjithmonë duke lënë një territor të atij vendi që i takon, që e ka zbuluar për herë të parë, siç është Danimarka. Pra, e para punës mendoj që ne shqiptarët duhet jemi shumë të kujdesshëm në kushtet aktuale, duhet të bazohemi, duhet ta respektojmë shumë aleancën që kemi me Kroacinë edhe me Kosovën, por ne duhet të bëjmë edhe një strategji, marrëveshje, në qoftë se ne duhet të hyjmë në komunitetin evropian, duhet që sa më shpejt të kemi marrëdhënie sa më të forta dhe sa më të thella me Gjermaninë. Është esenciale për ne, për ekzistencën tonë. Kjo s'do të thotë se ne duhet të prishim marrëdhëniet me Francën, por duhet të kemi marrëdhënie të forta me Gjermaninë, me Europën, edhe duhet të ruajmë atë partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pse jo të forcojmë edhe shumë partneritetin strategjik me Anglinë, siç po vepron edhe Kosova. Kosova për shembull e ka ngritur në një shkallë shumë të lartë bashkëpunimin dhe partneritetin strategjik me Anglinë. Pa llogaritur Shtetet e Bashkuara të Amerikës që dihet ata do ta mbajnë Shqipërinë si një zonë strategjike, sepse nëse bie Shqipëria, bie Italia, nëse bie Italia, bie Franca, pra ka një rënje zinxhir. Dhe Shqipëria është një zonë strategjike e cila nuk meriton të humbet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga NATO. Por ne në gjithë të katrahur politike, gjeopolitike, në këto ndryshime, ne duhet të shohim interesat e kombit tonë. Duhet të shohim interesat e kombit tonë, por duhet të shohim që në një ndryshim gjeostrategjik në Ballkan, ne duhet të shpëtojmë edhe të ndihmojmë edhe popullin shqiptar në Greqi, në Maqedoni, në Kosovë, në Maltëzi edhe në Kroaci. Është shumë e nevojshme, megjithëse me sa kam vënë re, qeveria shqiptare nuk ka një plan strategjik për këto gjëra, domethënë thjesht ne po i diskutojmë në sistem hipotetik, por nuk shoh një vizion të qartë qeverisë shqiptare rreth kësaj gjëje. Po vetë fakti që gjithë politikanët shqiptarë të këtyre dekadave të fundit nuk i kanë shërbyer as pak kombit shqiptar dhe të vërtetave, por i kanë shërbyer gjithmonë atyre që i kanë sulmuar Shqipërinë, tregon për bëmat e tyre dhe për dëshirat e tyre. Në fundit ata i shërbejnë me zell çdo kujt që i mban i tund dosjet në dorë apo i tund të vërtetat që mund ta hedhin afroni dhe në një farë mënyrë rrezikojnë vetë popullin shqiptar. Por duke u kthyer edhe një herë tek fakti që thatë ju që nëse Amerika, Shtetet e Bashkuara sulmojnë ose marrin Grönlandën, e bëjnë fakt, ndoshta nuk është vërtet ndonjë pasuri e madhe për Amerikën apo ndonjë fakt, meqense ata e shfrytëzojnë, por vetëm mund të jetë ndonjë shkak për të prishur, për të shkatruar, për të përbërë NATO-n dhe si pasojë dhe Evropa të ngelet pa një çadër që e mbronte deri tani, dhe cili do të jetë fati i Evropës pa NATO-n, sepse Evropa pa NATO-n është një diçka që shkon drejt shpërbërjes dhe në një fakt drejt shpërbërjes e kanë quar vetë veprimet e kësaj Evrope e cila me traktatin e Berlinit, me traktatin e Lozanës, me konferencën e Londrës e formatuan këtë Evropë në këtë formë duke i hequr të drejtat autoktonëve, duke dëmtuar më së shumti shqiptarët si populli më autokton i Evropës dhe si prind. Nuk janë vetëm shqiptarët që janë dënuar.
nuk janë vetëm shqiptarët që janë dënuar. Po, Pas ka dhe të shumë popull dhënave tjerë. Po çdo të që thotë kjo ekzistojnë, për Evropën tash. Si mund të shpëtoj Evropa nga ky ngërç? janë 3 popull që janë po, nga konfigurimi i keq i Europës, janë 3 popull të mëdhej të Europës që janë dënuar. Është populli më i vjetër i Europës, populli shqiptar, është populli gjerman që është me origjinë teutonike, Po. dhe ata janë origjinë ilire që janë ashtu, dhe populli rumun që dihet që dhe ata kanë lidhje me ilirët. Pra 3 popujt me origjinë ilire kanë humbur mesatarisht 1 milion kilometra katror territor nga invazionet slave. Dhe kjo ka ndodhur në shekullin e 19. Tani nga këto humbje, siç po shohim tani, ne dalim shumë të humbur në momentet e tanishme. Por ka dhe një gjë, do varet shumë ekzistenca e Europës nga qëndrimi britanik. Nëse britanikët dhe francezët do bënin një aleancë që në rast sulmi bërthamor ose në rast sulmi konvencional ndaj Europës nga ana e Rusisë, ata do të përdorin armët e tyre, dhe gjasat janë Franca, presidenti i Francës e ka shprehur një gjë të tillë. Europa e ka kapacitetin mekanik, logjistik nëpërmjet Gjermanisë ta marrë gjithë Rusinë, shkojë deri në Moskë për 72 orë me kapacitet motorik, por nuk e ka kapacitetin atomik, kështu që Gjermania është shumë e kujdesshme në raportet, kur vjen puna në raporte me Rusinë. Gjermania nuk synon territore të Rusisë, thjesht ajo synon që të ketë një siguri të saj, sepse siguria e Gjermanisë është siguri ekonomike, është siguri, është zemra e Europës dhe është lokomotiva e Europës. Ndërsa Shqipëria është e rrezikuar, sepse Shqipëria nuk ka as kapacitete motorike, as kapacitete të tjera, kështu që ne jemi të rrezikuar, dhe nëse NATO shpërbëhet, gjithçka do të varet pastaj nga raportet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po në fakt Por kanë nga vendimi baza i fundit amerikane i në tërë shqiptare kanë bazë. Me qenë se amerikanët e mbajnë, nëse amerikanët do ta mbajnë bazën e Bondsvillit, baza e Bondsvillit konsiderohet si territor amerikan, dhe nëse amerikanët do, pas largimit të trupave nga Europa, nëse shpërbëhet NATO, do t'i vendosin trupat sipas gjitha gjasave në zonën, në Shqipëri, në Kuçove dhe në Gjatër edhe në territoret shqiptare, ushtrinë që ta kenë si pararoj për të mos u sulmuar pastaj nga këto territore, atëherë ne do jemi në një aleancë me Anglinë dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nëse nuk ekziston NATO. Por nëse ekziston NATO, atëherë çdo gjë do jetë në rregull. Por nëse politika gjeostrategjike ndryshon, domethënë nëse NATO shpërbëhet, atëherë është një problem shumë i madh i Shqipërisë për aderimin, ku do aderoje Shqipëria, si duke qenë një ekonomi e vogël. Mendoj që do ketë një aleancë edhe ekonomike me Anglinë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por duhet kemi parasysh që pas 50 vjetësh, gjuhë e parë në Shqipëri nuk do jetë më shqipja, por do jetë anglishtja. Pra ne do kthehemi në një republikë amerikane. Sido që të vije situata, do thënë ne do jemi në një popull shumë i rrezikuar. Nëse bëhet kjo aleanca me Kroacinë edhe me Greqinë, gjërat ndryshojnë për mirë për ekzistencën e substratit i lirë. Ndryshojnë për mirë për të gjithë bashkë. Për të krijuar për të gjithë bashkë, sepse për të krijuar një shtet të fortë nevojitet një shpirt i fortë edhe një shpirt i përbashkët origjine. Dhe si grekët, si shqiptarët, si kroatët, si edhe maqedoncët, pavarësisht se ata sot flasin një slavishte, edhe kosovarët, kuptohet, ajo shpirti identitar është shpirti i lirë. Kjo do varet nga politikat, sa do jenë gatshëm
sidomos nga grekët, do varet. Sa do jenë gatshëm ata ta pranojnë këtë shpirt i lirë, këtë kulturë lire dhe këtë kulturë fillestare të Europës. Sepse ne dimë që edhe anglezët edhe gjermanët e dinë që qyteti i parë ose fshati i parë i banuar ka qenë aty në Lin. Pavarësisht se popullsia ka ekzistuar më parë, qytetërimi është në Shqipëri. Dhe ato e dinë shumë mirë që ka filluar me këtë lloj qytetërimi dhe prandaj kanë bërë edhe gërmimet, kërkimet e njërin tjetër. Tani nëse nuk e di, është shumë e komplikuar, çështja ballkanike është shumë e komplikuar për arsye sepse ajo dëshira e Rusisë për ta ndarë Ballkanin në copa dhe pastaj për të sanduar ka kaluar deri në 70%. Në 70% e planit të Turqisë për deri në copëzim është realizuar, planit të Rusisë. Tani ngelet 30% plani i absorbimit që bazohet mbi serbët. Plani i absorbimit nuk e di sa do funksionoj, se edhe në Shqipëri ne jemi në fazën e fundit të planit të Çubriloviçit për spastrimin e popullsisë shqiptare nëpërmjet emigrimit. Po realizohet. Tani nuk e di që Shqipëria të eci mirë, duhet angazhohet si amerikane, FBI-ja, shërbimet sekrete të Anglisë, të Francës, që të shpërbën gjithë atë me rrjet merimangash të agjenturave slavo-lindore, kupol shumë e rrezikshme që ta vënë Shqipërinë në ndikimin e tyre dhe të mund ta spastrojnë nga ky rrjet agjenturor. Edhe përveç ky rrjeti agjenturor ruso-serb, ka dhe një rrjet agjenturor shumë të madh turko-arab që bën të njëjtën punë për shkatrimin e territoreve shqiptare. Tani se kur do zgjohen grekët, ta kuptojnë që nëse ata vdesin, do vdesin bashkë me shqiptarët, dhe nëse ata rrojnë, mund të rrojnë vetëm me shqiptarët, kjo pritet shikohet nga politika greke. Ata e kanë kuptuar, i kanë integruar ato familje shqiptare në ushtri, në shtet, në djemtë e vajzat e reja, i kanë integruar, por duhet të thohet e vërteta. E vërteta është që nuk ka pasur, që grekët e vjetër kanë qenë i lirë, që perëndoria bizantine ka qenë perëndori i lire, dhe që deri në vitin 36 pjesa dërmuese e popullsisë, rreth 80% e popullsisë kanë folë shqip në familje edhe në rrugë. Tani që me anë shkollës u fut greqishtja, kjo greqishtja koinea, sa do zgjasi është një problemi i greqishtës koinea është se në momentin që u vdes shkolla, u vdes gjua. Kurse shqipja është një gjuhë që ekziston edhe pa shkollë, edhe me shkollë. Është një gjuhë që ka gramatikën më të komplikuar, pa pasur nevojë të shkruhet. Por dhe kur shkruhet del prapë shumë e bukur. Pra, është ajo që kanë thënë rilindasit tanë, gjuha e Zotit, sepse është gjuha e universit. Gjuha shqipe deshifron dhe ndan, shpjegon etimologjinë e çfarëdo lloj gjuhe europiane. Dhe nuk kanë qenë paditur priftërinë e mëdhenj që kanë marruar në Vatikan, që kanë pas literaturë apo ato sufistët e Naim Frashi e kompani që kanë thënë është gjuha e perëndive, sepse vërtet është një gjuhë që nuk vjen nga fetë, që vjen nga feja e parë e njeriut, që ka qenë kulti, lutja direkt në Zot. Prandaj kur i drejtohesh në shqip Zotit, ti ke shanse shumë më të mëdha që të komunikojsh. Por duhet kemi parasysh, ne kemi pasur vujtje shumë të mëdha si popull, por kemi qenë dhe popull i suksesshëm, se gjithë ta popull europian që kanë ardhur, që kanë rrjedhur nga populli pellazg, tregon që ne kemi qenë një popull shumë vital, që kemi dhënë shumë popull të tjerë, dhe nëse nuk e di nëse misioni jon ka mbaruar, nëse ne kemi një mision tjetër ka universi, ndoshta sepse kemi kaluar në erën elektronike, nuk jemi më në epokën e hekurit, jemi në epokën e elektronit, elektronikës. Pra jemi në një fazë të re dhe nuk dihet
çfarë pozicioni do kemi në këtë fazë të re. Ajo që është e sigurt është se shenjat e forta që janë dhënë tek shqiptarët, për shembull kjo shkencëtarja Mira Murati, ato këngëtarët e fuqishme 4-5 që janë në rang botror, shqiptarët që kanë filluar të bëhen profesora në të gjithë katedrat e universiteteve perëndimore, librat e shqiptarëve që po futen si libra themeltar në për bibliotekat ndryshme, edhe shumë gjëra që po ndodhin, ndërkohë që Greqia s'është e zonja intelektualisht të prodhojë këto gjëra, tregon që ne jemi një popull që do ta kemi një mision edhe në erën elektronike. Po, dhe kjo është vetëm maja e dukshme e icebergut. Duke qenë se politika shqiptare është akoma e kapur e mbërthyer në kthetrat e njerëzve jo me dashamirësi shqiptare, a mund të shpresojmë tek politikanët grek të cilët do kenë dëshirën dhe mundësinë të shkëputen nga kisha greke e cila me sa duket do bëjë të pamundurën ta mbërthej politikën e Greqisë duke e çuar deri në vetvrasje, po a do të jenë politikanët grek mendje hapur për të shkëputur nga pjesa politike e fesë, pra fen ta lënë në anën shpirtërore dhe politika të bëj punën e saj, duke shpëtuar të gjithë Ballkanin, jo vetëm Greqinë dhe Shqipërinë, por gjithë Ballkanin, pasi efekti është domino, qoftë në shpëtim, qoftë në shkatërim të njerëzve në Ballkan dhe të kulturës më të lashtë botërore, me sa dihet. Kështu që cili është mendimi juaj në këtë drejtim? A do të ketë fuqi politika greke për të bërë këtë distancim? Ka një lëvizje aktuale nga lobi shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë koshient rreth këtyre elementeve. Vetë ish kongresmeni amerikan Joseph DeGuardi, që ka drejtuar lobin shqiptar në Amerikë, që tani është plagur, po që e ka drejtuar vërtet, para shumë kohësh doli dhe tha një të vërtet madhe që udhëheqja shqiptarëve tha është e kapur nga agjenturat slave. Ai nuk e tha këtë nga goja vet, e tha nga dokumentat që kishin rrjedhur nga shërbimet sekrete amerikane. Pra, si ish kongresmen ai kishte të drejtë, kishte akses në disa dokumenta sekrete, të cilat ishin marrë nëpërmjet agjentëve që ka CIA amerikane në shërbimin sekret Serbia, edhe kishin informata të sakta rreth personave që ishin në qeverinë shqiptare dhe që ishin agentë Serbisë që ishin korruptuar, apo dhe rreth dosjeve të cilat do përdoreshin si presion ndaj disa udhëheqësve shqiptar në rast se ata tentonin të krijonin politikë pavarur. Pas Joseph DeGuardit ka pasur edhe një tentativë të rrezikshme për kontrollin mbi CIA-n amerikane, sepse duhet ta dish që këto organizatat okulte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vënë nën kontroll shumë institucione europiane, përfshirë edhe institucione në komunitetin europian, Shqipëri dhe në Serbi, edhe këto organizata okulte kanë tentuar, nuk kanë nën kontroll vetëm CIA-n amerikane, FBI-n, kanë pas vënë pjesërisht në kontroll Kongresin amerikan dhe presidencën amerikane, me persona brenda. Por me ardhin e Trumpit këto element janë eliminuar për shkak të masave që mori Donald Trump. Tani mbetet të shihet cila do jetë vendimi i administratës amerikane mbi Shqipërinë. Sepse administrata amerikane aktualisht ka edhe dosjet të udhëheqësve që janë në pushtet, por edhe dosjet të atyre që kanë qenë në opozitë apo që hiqen si opozitar, por që bën një lojë thjesht një lojë teatri për të mashtruar popullin shqiptar. Cila do jetë mënyra që do përdorin Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pastrimin e rrjeteve agjenturore në Shqipëri dhe largimin e tyre nga Shqipëria, kjo varet të shihet. Ajo që kanë bërë mjaft mirë në Kosovë,
Por në Kosovë është një proces në vazhdim, po kontrollohen, do ketë qeveria Kurti që ka marrë një vot besim, do ketë një shans të madh dhe do ta shfrytëzoje për spastrimin e politikës kosovare nga agjentët serb edhe sepse ata jo vetëm që kanë kontroll mbi shtetin ose mbi çarqet e caktuara shtetërore, por kanë kontroll dhe mbi ekonominë. Pra kanë ndikim të madh. Në Shqipëri nuk është e përcaktuar, nuk e kam mundur ta dalloj nëse do të ketë një rënje politike, domethënë nëse do ndrohet udhëheqja politike, nëse do ketë një reformë brenda udhëheqjes politike për të larguar njerëzit dhe disa njerëz dhe për ta mbajtur, për të dërguar, për të vendosur njerëz që nuk janë të korruptuar në instancat shtetërore, apo do ketë një ndërhyrje të modelit Maduro. Duhet kemi parasysh që kur ata arritën të marrin presidentin venezuelian në presidencë, me Shqipërinë ata e kanë shumë të thjeshtë. Kanë shumë të thjeshtë, se Shqipëria nuk ka forcat ushtarake të Venezuelës, e megjithatë në Venezuelë ju e pat që e morën për disa orë. Kështu që varet shihet se çfarë pozicioni do kenë amerikanët në këtë lojë politike. Por ajo që është e sigurt është se amerikanët vërtet janë shumë të interesuar që në Shqipëri mos ketë rrjete agjenturore të Rusisë, të Kinës apo të Turqisë apo të Arabisë, sepse kjo cënon interesat e NATO-s, interesat strategjike, cënon shumë edhe interesat e Italisë, sepse nëse bie Shqipëria është efekti domino, Italia është shumë e kërcënuar. Tani të shohim çfarë pozicioni do kenë amerikanët. Nëse do ketë ndonjë njeri të ri i cili do të vijë aty dhe të bëjë një politikë prokombëtare. Amerikanët s'kan interes të vendosin në krye të qeverisë një agent. Atyre u intereson që të jetë në krye të qeverisë shqiptare një patriot shqiptar i cili do bëjë një politikë të mirë që të forcojë Shqipërinë në mënyrë që ata të kenë sa më pak punë me Shqipërinë, ta kenë një zonë të tyre. Është normale që Amerika ta doj Shqipërinë, sepse kush kontrollon Shqipërinë kontrollon Europën. Pra, vendimtare do jetë se si do veproj politika amerikane në Ballkan, se sa politikanët plankprishës të Ballkanit, të cilët gjithsesi me gjithë përpjekjet nuk do bëjnë asnjëherë bashkë, nëse nuk vendos politika amerikane. Politikanët shqiptarë si kanë qenë gjithmonë bashkë në teatrin politik. Por mund të ndodhë që vetë shqiptarët të ngrihen protesta dhe ta bëjnë një zgjidhje gjatë fillimit pranverës, se si do bëhet kjo, se kush janë ata që do mund të sigurojnë një fitore paqësore në Shqipëri dhe një rotacion politik, forcat, kjo ende nuk dihet, unë nuk kam dieni, kam dëgjuar që u tentua nëpërmjet një personi që erdhi aty që të fabrikohej si kryeministre teknike, por që u refuzua dhe u detyrua të largohet duke sharë drejt Londrës. Domethënë ato qarqet antashqiptare gjithmonë do tentojnë të fusin një njeri tyre edhe në qeverinë teknike, por edhe në qeverinë e ardhshme. Kësaj radhe do jetë gati e pamundur për ta për arsye të shërbimeve sekrete amerikane. Ndoshta shërbimet sekrete amerikane nga brenda po reformojnë edhe shikun. Nuk e di çfarë lidhjesh ka shiku shqiptar, shërbimi informativ kombëtar me shërbimet amerikane, por mendoj që duhet ketë një koordinim për largimin e elementëve agjenturor, të cilët janë si në shtet, si në polici, si në ekonomi. Do të them që janë shumë persona me fuqi shumë të madhe ekonomike në Shqipëri, të cilët janë financuar nga qarqe antishqiptare.
se si do ndodhi, jo të gjithë. Ka dhe biznesmen që kanë bërë pasuri me ndershmëri, por ka një pjesë tyre që dhe rezulton të jenë biznesmenët më të pandershëm në lojën ekonomike në Shqipëri. Pra, Shqipëria është aktualisht në një gjendje jo shumë të mirë, si politike, si ekonomike, si geostrategjike. Shpresojmë që Amerikanët dhe Anglezët të mund të japin një ndihmë shumë të madhe që ne ta kalojmë këtë fazë që të jemi partner strategjik në botën e ardhshme me ta. Pra, mendoj që nëse i bëjmë një përmbledhje gjithë sa çka tham, Amerika ka një parim bazë. Parimi bazë i Shtetet Bashkuara të Amerikës, armikun thot ta mbajsh në një front sa më larg Amerikës. Në Shqipëria, Ballkani mund të jetë fronti amerikan sa më larg Amerikës në mënyrë që të mos i afrohen territoreve europiane, sepse edhe në mënyrë strategjike, nëse goditja vjen nga zona e Europës lindore, Amerika ka disa minuta kohë nga ana ushtarake të përgatisë sistemin e saj raketor dhe t'i godas gjitha raketat dhe gjitha armët që shkojnë drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës në ajër. Në rast se fronti përfundon në Spanjë, kuptohet, Amerika është shumë e rrezikuar. Prandaj Amerika është në interes të Amerikës të mos hapi një konflikt në Groenland, të mos shkatrojë NATO-n dhe ta mbajë frontin e saj në kufi me Rusinë. Shiko, është në interes në saj. Nëse arrin të bëjë këto Amerika, është edhe diçka tjetër që politikat evropiane deri tani shumë të kamufluara që vetëm politikave normale si kanë shërbyer, në një farë mënyrë duhet të riformatohen dhe riformatimi i Evropës nuk mund të arrihet pa një zerim të fakteve dhe të argumentave. Nuk mund të kemi një luftë atomike në planet pasi do ishte shkatrimtare për të gjithë, jo vetëm për shqiptarët. Ndërkohë që nga ana tjetër, në qoftë se mund ta bëjmë një përmbledhje, mund të themi që politikanët e Ballkanit e vetmja gjë që mund t'i vëjnë në rrjesh është pikërisht politika amerikane e cila i ka aftësitë dhe zotësitë për ta bërë këtë gjë. Në qoftë se mund ta mbyllim kështu këtë emision, Albert. Jo, unë duhet të them të shtoj diçka të vogël. Unë shoh, meqense kam pasur një përvojë 10 vjet si gazetar, por edhe një akademi specializimi për leadership financuar nga Komuniteti Evropian dhe kam një uri mbi fushën e leadershipit. Aktualisht Europa po vuan mungesën e një leadershipi të vërtet. Europa mund të krijojë një federatë europiane vetëm në sajt një parulle ose në sajt një parimi esencial që krijimi i Federatës Europiane nuk i ul të drejtat e popujve, por i ngre në një stad më të lartë. Pra, një federatë europiane do të garantonte drejta më të mëdha të popujve europian. Dhe bazuar mbi këtë duhet krijuar edhe presidenca europiane, e cila mund të jetë një presidencë kolegjiale për drejtimin e Europës. E dyta punës është shërshimi i problemeve ekonomike në Europë. Nuk mundet që të ekzistojë një lokomotiv të tërheqë trenet dhe të tërheqë vagonat dhe vagonat të udhëtojnë me shpejtësi të ndryshme. Nevojitet një politikë ekonomike unike europiane, sepse asnjë lloj treni nuk mund të tërheqë vagonat të cilat një pjesë udhëtojnë me shpejtësinë e trenit, një pjesë udhëtojnë me shpejtësinë e breshkës. Pra, varet se sa i gatshëm është dhe sa kapacitet ka leadershipi i Europës për të kryer reformat, për bërë bashkimin ekonomik, bashkimin politik dhe një bashkim ushtarak. Pra, gjithçka do të varet nga Europa vetë Europa. Bert, sigurisht që kjo temë mund të hapet dhe zgjerohet në shumë drejtime të tjera dhe mund të jetë një temë pafund, por gjithsesi çdo gjë ka kohën e vet dhe unë të falenderoj që ishe pjesë e kësaj interviste për sot. Sigurisht që do të jemi në ditët në vijim për të diskutuar duke parë dhe ngjarjet si do të rrjedhin. Ndaj unë dua të falenderoj që ishe pjesë e këtij emisioni për sot, të nderuar. Faleminderit për ftesën. Pavarësisht se unë zakonisht merrem me punën akademike,
dhe nuk I kam qef shumë këto aferat politike, por nganjëherë për shkak të emocioneve jemi detyruar që të flasim edhe për këto Po patjetër sepse kanë lidhje me njëra tjetrën. Që ndikojnë në jetën tonë. Gjithsesi unë të falenderoj. Faleminderit për ftesën. Po, do të jemi përsëri së bashku. Dashur miq, këtu do të ndahemi dhe sot së bashku, do të jemi përsëri në emisionet e radhës. Deri atëherë kalofshi sa më mirë dhe mirupafshim.